Një pyetje teknike kam avokat. Gjykata e lartë, nëse do ta kthente këtë dosje, këtë herë ka kthyer për rigjykim thotë. Por mund ta rikthente gjykata e lartë për rihetim në prokurori? E ka këtë kompetencë? Jo, gjykata e lartë mundet të prishi dy vendimet më të ulta të dy gjykatave, shkallës parë dhe apeli, dhe ta kthejë në njëra nga këto gjykata, pra ose në shkallë parë ose në apel, ose ta gjykonte ajo vetë. Praktika është që herën e parë kur i shkon dosja rishtëzi, qoftë penale, qoftë civile, gjykata e lartë e kthen për rigjykim te njëra nga gjykatat. Ajo ka konstatuar që problematikat që ajo ka vendosur mund të zgjidhen nga gjykata e apelit dhe e ka prishur vendimin e gjykatës së apelit dhe e ka kthyer te ajo gjykatë. Gjykata ndoshta mund ta çojë për plotësim hetimesh. Gjykata e apelit mund ta Gjykata e shkallës parë mund ta çojë. Tani gjykata mund për hetime nëse gjykata e apelit thotë që nuk ka prova të mjaftueshme për dënuar personin, ose ka fajësi e vendim fajësie. Nëse s'ka prova e pushon çështën. Pastaj prokuroria mund ta rihapi edhe një herë me prova tjera për autor të tjerë, për autor të njëjtë, nëse gjen e ka të gjithë drejtën se është ngjarje e pazbuluar. Avokat, një pyetje. Organet e specializuara, policia, prokuroria dhe gjykata nuk arritën në konkluzionin përfundimtar të vendimmarrjes për të shpallur fajtor. Kreshnik Mujesi me vëllezërit. Po. Ndërkohë, kemi interpretime prej 5 ditësh në opinionin publik, mes tjerë edhe ne dy që jemi këtu, dhe e lidhim këtë vrasje me vrasjen e vitit 2016. Dhe themi që kemi të bëjmë me një hakmarrje ose gjakmarrje. Atëherë pyetja e drejtë për drejtë është: kur organet e specializuar nuk kanë arritur në konkluzionin që këtë vrasje e ka bërë Kreshnik Mujesi ose vëllezërit, ose vllai i Kreshnik Mujesit, atëherë si mundet ne të mendojmë që 3 djemë të ri apo 4 e kanë bërë këtë vrasje për hakmarrje, për gjakmarrje, nga e morën vesh ata se kush e kishte bërë vrasjen dhe nga e din ata postulat se e ka bërë Kreshnik Mujesi, ndaj cilit është ngritur arma. Jo, në mënyrë të padiskutueshme, dyshimi parë, pra parimisht bëjmë gjithë dakord që nuk mund të ketë. Sepse, me fal, që ta çoj pyetjen e plot. Tani nesër do t'i lindet drejta, gjithmonë duke referuar kanunit, pa e përdosur kanunin, duke respektuar parimet e kanunit, sepse është vërtet një kod i shenjtë. Ka qenë. Për kohën ka qenë. Ka qenë për kohën dhe sot mbetet i shenjtë në kuptimin e referimit të mendjes private, po, të referimit, po jo të bazës ligjore. Nëse kemi patur 4 persona, 2 në njërin mjet dhe 2 në mjetin tjetër, 3 kanë qenë aty, 3 kanë qenë. Po njëri ka dali, ka bllokuar rrugën dhe 2 tjerët që kanë qenë në tjetër. Që kanë qelluar. Tani, nëse do t'u lind drejta mujecëve për të u hakmar ose gjakmar, për shembull, ndaj kujt do të shkojnë të qellojnë? Ndaj atij që i bllokoi rrugën, ndaj këtyre që qelluan. Se këtu tani lidhet e drejta për të qelluar, kur ky pa u përcaktuar fajtor nga organet e drejtësisë bëhet fajtor nga kundërshtarët ose nga të lënduarit ose nga njerëzit e viktimës së 2016-s. Jo, ne prandaj i rënduam faktit që këtu organet e prokurorisë dhe të policisë duhet kishin bërë punën e tyre për ta zbardhur ngjarjen e herë mirë, ngjarjen e vitit 2016 po flasim. Dhe kjo mund sillte një lloj qartësie, por me vendimet e gjykatës, ne si qytetar, cilët respektojmë këto ligje, të cilët janë vendosur në Republikën e Shqipërisë, duhet të pranojmë që derisa këto organe kanë arritur në këtë konkluzion, nuk mund të ngrem gishtin mbi atë person. Kjo është ligjore, kjo duhet të jetë dhe morale, mendoj. Kjo duhet të jetë dhe sipas zakonave të shqiptarit, se është bërë një përpjekje për të akuzuar një person. Ka marrë 2 pafajësi. Tani, a do kthehen, a do shkojmë nesër në përfaqësi, këtë nuk e dim. Kjo është për t'u parë, është një kalvar. Një nga shqetësimet që ne kemi ngritur shpesh është pse gjykatat vonojnë në dhënien e drejtësisë. Ky është një histori tjetër. Pse prokuroria vonon në zbardhjen e ngjarjeve, që është një problematik në vete. Pra të gjitha këto rëndojnë mbi situatat, rëndojnë sidomos kur flasim për vrasje. Mua më vjen keq në këtë histori sepse ajo se çfarë duket sikur drejtësia e vonuar, drejtësia e mosdhën është ju drejt një gjakmarrje, siç thotë edhe policia. Se është fakt që është ju drejt një gjakmarrje. Por provoi vrasës të rinj, të moshave 22 dhe 23 vjeç. Jo vetëm vrasjet, por ka hapur dhe një kapitull të ri. Tani çfarë ndodh me familjarët? Për reagim. Prem që ju e njihni se ju keni qenë jeni edhe nga zona e Veriut, keni qenë drejtor në Lezhë, policie, drejtor në Shkodër, i njihni këto zona. Çfarë ndodh tani, kanë vrarë dhe gruan? Shiko, unë kam punuar për fat
6 vite në Shkodër, kam punuar në dy regjimet. E kam filluar në vitin 1988. Okej. Dhe kam ikur nga Shkodra në vitin 2003. Pra 6 vite kam punuar Shkodër-Lezhë në detyra të ndryshme. Dhe çuditërisht, nëse më lejoni, për shikuesit tuaj duhet t'jap një shembull tipik të gjakmarrjes që e kam përjetuar në vitin 1993 në Rrezat Bushatit, ka qenë një rrugë e bukur e veshur në dy anët me plepa, që janë prerë nga mbas vitit 95-96. Dhe na njoftojnë për një vrasje të një plaku dhe shkojmë, ishte vrarë një plak 83 vjeç. Edhe sot jam mbaj emrin Zev Gjeka, mos gabojmë Zev Kol Gjeka. Lapsus, nëse unë nuk e mbaj mend emër, po jam i bindur që e kam mbajtur mend gati. Nëse gaboj për emër babe mbi emër, do më kërkoj ndjes. Por Zef, që e ka pas emrin Zef, e kam të sigurt. Ishte i rënë nga malësia Dukagjinit, vrasësi, ishte një 50 vjeçar, e kish vrarë duke kositur, ka qenë periudhë muj-maj i 93-shit, kishte qenë duke kositur ato anësorët e parcelës Grurit me këto barë, që po e pregadiste për kur të vinte pjekja për korrjen me autokombanj. Ndërkohë vrasi shkon edhe 3 plumba në krahëror. Pra jo në kokë, në krahëror. Pa e dëmtuar fytyrën e merr ca barë nga ato që kishte kositur plaku, ja vendos poshtë kokës dhe i vendos edhe i shami te koka, një shami të kuqe. E kthen me kokë nga perëndimi dhe e len aty. Ndërkohë, merr rrugën në rrugën e drejtë për Rrezat Bushatit, në krah të majt, ka qenë një rrugë që të çonte një kanal dhe një rrugë paralel rruga me kanalin që të çonte për në fshatin Trush nga Bërdica. Pas ecë 200-300 metra, fut pistoletën në një qese plasmasi për ta ruajtur pistoletën, e lidhte shumë, edhe e kishte futur në anësorët të kanalit për afër një peme për ta mbajtur mend për të shkuar për ta marrë më vonë. Okej. Ndërkohë që ne diktuam, zbuluam, kapëm, edhe ai na çoi tek arma ku e kishte futur dhe na tregoi si kishte bërë vrasjen. Pra e kishte vrarë me 3 plumba, e kishte kthyer me kokë nga perëndimi, siç e do zakoni. Dhe me kokë me fytyrë nga qielli, dhe i kishte vendosur një ca bar nga ato si vrasjes, gjakmarrja? Gjakmarrja, kishte marrë gjakun e gjyshit. Pra vrasja ishte bërë për një vrasje para më shumë se 90 vitësh. Pra kishte marrë gjakun e gjyshit. Por kishte respektuar ca rregulla që afrohen me rregullat e kanonit. Ndërkohë, duke ju referuar kanonit, unë për shkak të shkollës që kam kryer, e kam lexuar, stërlexuar kanonin Lek Dukagjinit dhe kanonin e Skënderbeut dhe të Labërisë, patjetër që i ka studiuar dhe avokati. Po të ke pas rastin të shkosh në kullën e ngujimit, është një mësues i nderuar në kullën e ngujimit në Theth, i cili është Ciceroni i kullës së ngujimit dhe të thotë çfarë rregullash kishte. Nëse dikush bënte vrasjen, ai o dorëzoi dhe thoshte mos u humb, se ta kam bërë unë. Pa të tregonte, dhe vetë çonte fjalë për tjerët, ndërsa vetë shkonte futin kull të ngujimit. Dhe në kull të ngujimit i bëhej gjyqi, duke u referuar djepit me atë foshnjën e tjerë që mos vazhdojmë tani ta bëjmë emision. S'dua ta çoj tek ju gazetarët, këtë po ta bëj edhe për shkak të eksperiencës edhe për shkak të moshës që më i moshuar se ju, duhet me patjetër në grupe gazetarësh duhet të shkoni te kulla e ngujimit dhe duhet ta dëgjoni dhe ridëgjoni Ciceronin e kanonit të Lek Dukagjinit për gjyqin që bëhej në kullën e ngujimit raport me autorin që merrte përsipër se kishte bërë vrasjen. Tani shkojmë ke ngjarja, tek ngjarja për të mos e përdosur kanonin nuk është respektuar asnjë normë zakonore e kanonit të Lek Dukagjinit. Prençi, unë kam parë videon, sepse nuk e kam për transmetim atë video. Të lutem regjia, ma bëj pak pauzë, të lutem, Kel, ma bëj pak pauzë atë momentin mbrapa, se dua të shpjegoj diçka, nëse kaloj momenti ku duket makina, dhe një moment tjetër, okay, atëre perfekt. Këtu është automjeti i cili është qelluar. Po.
Volkswagen Polo Ka parakaluar. i shkon edhe i paralel. pret rrugën, po. E qellojnë. Bëhet një spostimi që shtatës një moment, nuk e di si ka arritur. I dali Atëherë përpara. që është e qartë, okay, duket. Po. Pastaj Volkswagen kalon përpara I pret rrugën. që shtatës, Po. i pret rrugën Po. dhe dalin dy nga ata Edhe dhe qellojnë nga qellojnë përpara. në breshëri nga përpara. Po, pra. Këtu është momenti, janë pa maska, janë me veshjet për dishmërisë. ma jep pak- Largohet pastaj Volkswagen, largohet edhe Audi A4 që ishte Po. duke e ndjekur. Po ta japish në ansore makinën, në krahun ansorës, dhe do shikosh me vëmendje Okej, në pjesën ansore. këtu jemi. Po. Mund të qohë? Po mund të çohesh, është krejt okay. Pra, masi Volkswagen i ka prerë rrugën, makina tjetër ka ardhur këtu në këtë pozicion dhe po ta shikosh pas dorezës së derës shoferit, ti nuk ke asnjë plumb në pjesën e pasme. Të dal tu që mos të pengoj. Pra, nuk kemi asnjë plumb në derën e pasme të Audit. Këtu janë momentet e para kur qellojnë Po paralel. pra, ka qelluar paralel. Pra, kjo tregon që ishin të bindur ekzekutorët, atentatorët, si duam ti e martojmë, që në këtë makinë rrugtonin dy persona. Dhe se personi që kërkoi për të vrarë ishte drejtues mjeti. Pra, e kanë gjurmuar që më përpar, e kanë parë me kësht, e kanë parë ku ka net, e kanë parë kur ka hipur në makinë, dhe sepse në këtë makinë, nëse ti nuk e ke gjurmuar më përpara, mund ta shohësh ti se kush është në drejtim makinës, apo është mrapa? E vështirë. Ato ka qenë bindur. Asnjë plumb nuk ke nga gjujtja që është bërë momentet e para në derën e pasme të Audit. Pra të qështatës. Që do thotë që gjithë plumbat, po ti shikosh, janë në lartësinë e trupit shoferit në pjesën e kararorit, pjesën ansore të kararorit, dhe në plumb që për shkak të dridhjes automatikut i ka zbrit deri nga këmbët. Këto plumbat që kanë qelluar këtu, këto kanë të shpuar viktimen, Krashnik Mujecin dhe bashkëshortën. Këto plumbat këtu. Okej. I kanë marrë jetën dhe bashkëshortës. Po ka dhe plumba këtu. Po prit tani. Në momentin që ato i kanë dalë përpara dhe janë ndaluar, kanë shkuar dhe për të bindur për ekzekutimin 100% shoferit kanë përqendrim plumbash në pjesën e shoferit dhe për shkak të dridhjes së automatikut, sepse ka plumba dhe këtu. Po, ka plumb dhe këtu. Edhe ka marrë plumbat. Ndoshta ata s'kan pas qëllim për ta ekzekutuar bashkëshortën, por plumbat anësore kanë vrarë bashkëshortën. Unë jam i bindur që shkaku i vdekjes së bashkëshortës, këto ta nxjerr akti ekspertimit, janë plumbat që ka marrë nga pjesa e majt, që kanë të shpuar trupin e Krashnik Mujecit dhe kanë shkuar. Kurse unë nuk mund të bindem që ky plumbi këtu, që shfis tek bashkëshortja të viktima pra të. Po, sepse ajo masi ka marrë plumbit, ka ranë, masi ka marrë plumbat e parë në ansore, ka ranë në poshtë. E qartë. Kurse këto, ai ka mbajtur për shkak të durëve në timon, që ka mbajtur timon, ka qëndruar. Ka tentuar të ikin pas. Po, ka tentuar të ikin pas, sepse kanë parë që ka tentuar. Ata janë bindur që nuk është ekzekutuar, ndërkohë që ai mund të vdiste dhe vetëm me plumbat që ka marrë në ansore, dhe i kanë dalë përpara, janë bindur. Kjo është edhe në pamjen filmike. Absolutisht. Të falenderoj shumë për këtë shpjegim, këtë ekspertim që i bërët live kësaj vrasje. Megjithatë, shkurtimisht për të thënë dy fjalë dhe për atë se çfarë ka ndodhur, drejtësia duhet të veprojë në raste të tilla aq më tepër me delikatesë në zona të cilat njihen për një histori që e kanë përdorur kanunin gjëre gjatë për shekuj me radhë, por që sot e kanë deformuar. Do duhet të jepet, le të themi, drejtësi aty ku ka nevojë për drejtësi emergjente pasi provohen atentate të tilla, krijohen fronte të reja për të marrë hak apo për të marrë gjakun e familjarëve të tyre dhe na prodhojnë në skenën shqiptare vrasës të moshave të reja. Vetëm një gjë Andi, nëse do më lër vetëm një fjali, para 10 ditësh është komanduar drejtuesi i policisë Lezhës dhe e konsideroj një risi sepse në qarkun e Lezhës ka ndodhur në 5-6 ditët e fundit me 10 atentate, është ngjarja e parë që bien në gjurmë të autorëve. Dhe që zbardhet shpejt. Tani është barra e provës i takon policisë dhe prokurorisë për të bërë maksimumin për sigurimin e prova që mos dështojë ky rast, sepse ky rast frenon kriminalitetin në qarkun e Lezhës ose i hapur. Nga çfarë kanë parë nga gjë nuk kanë përcaluar, këtu e kanë tërësisht. Unë përgëzova
mbi keq u kshu shpreha. Okay, po. Por për t'i shkuar drejt fundit, duhet me çdo kusht të marrin ndëshkimin e merituar që të frenohet kriminaliteti në formën e atentatëve, sepse në Mirdit, në Kurbin, në Lezhë, Shkodër, Malësit Madhe. Në Shëngjin, jo, e kam fjalën vetëm qarkun e Lezhës. Okay. Janë ca konflikte të hapura, të cilat kanë prodhuar mbi 70 viktima. Është e vërtetë. Nuk ka rënë gjurmë të autorëve. Janë zonat më të nxehta për sa i përket saj.